E qartë. Te faqja në Facebook, se shof që nuk mbaroj mesazhet, te faqja në Facebook, te ke faqja zyrtare e emisionit, te vetmja faqe mund të bëni pyetje, ose lini komentet tuaja për Linda Rejnë, që janë duke intervistuar në të momente. Jemi live, te emisioni në Zonë e Lirë numër 552 sonte me Sofin DJ Qeri Leto gjithë dynjan. Kujdes, për të gjithë ju që doni të bëni pyetje Lindës, më çoni mesazh te numri i stafit 068 20 02 868. Më çoni mesazh edhe bëni pyetje, po kujdes, pa ofendime, pa paragjykime, pa budalliqe, bëni një pyetje për Lindën dhe unë do më dojmë t'ja lexoj në fund të intervistës. Linda në fakt, në atë kohë, më pas, në moshën 9 vjeç largohesh në Itali, ishte viti 1999 duket apo jo. Dhe atje mbete vetëm, në fillim njerëzit paragjykonin dhe atje apo jo. Pata një paragjykim. Paragjykimi se isha shqiptare. Pikërisht pra. Në atë kohë të pëlqenin gocat apo çunat? Gocat s'kallë për tyre asnjëherë. S'ke provuar asnjëherë me gocat? Jo, për kundra, unë thashë kam ndjerë gjithmonë veten si gotë. E qartë. Je pa mi dakord, pa ka thënë. Jo. Me gocat asnjëherë. Po një eksperiencë seksuale me vajza ti e ke provuar? Jo, asnjëherë. Jo. E tani që e gotë vetë? S'ta thot asgjë? Ma nëzorën aty një gjë me Google. Ja, Linda Rej me Google, po. është diçka që unë nuk i ndita brava. Ti nifesh me Google, apo? Po, njifem, po, thash nuk i kam shumë qef skandale. Po me Iva Alikon? Po, me Iva Alikon njifemi e njof nga shumë kohë. Po si jeni puthur asnjë në buzë? Jo, se kemi një respekt shumë të madhe dhe duhem jashtë shumë që sa skandalet, fjallet kështu. Jo me lap. Po jo. Po, kështu puthje kështu. Po, bra. Po, më zemër. Po me Google? Jo, me Google jo. Fare. Thjesht ndodhi që xorëm një foto në Instagram. Edhe filluan gjithë. Edhe filluan. Po me Ivën ka qenë një miqësi që ka lindur dal nga dal edhe që është rritur. Iva është gotë mirë shumë. Shumë. E lezetshme. Edhe që ishte të premte që kaloj këtu. E pres jeri pa brek? E pa parë. Po ndryshe nga ty, ajo vërtetoi që ishte pa brek. E di pse? Se nuk kishte nevojë të ngrinte fustanin, e kishte të çarë deri këtu lart. Po jo, s'është ngritur, unë fustanin ja ku e kam. Ale dio, kape i qik, që të mos tregojmë gjëra tani se është ora 9. Jo, nuk ka nevojë të çosh fustanin një datë, vetëm dy pjesën tjetër. Ka, jo, ktheu ande nga kamera, të lutem. Ja, kjo është teknika për të kuptuar një vajzë. A ka të pastaj duket nga fustani kur s'ri shenja. Femër tamam pysa, ha? Ku vajte? A goca, si u duket, ha? Unë nuk e di, po më kanë thënë që ka shumë meshkuj në Shqipëri, edhe njerëz të rëndësishëm bile, nga Shqipëria, njerëz të qirë, njerëz të njohur, njerëz publik që të kanë lypur, është e vërtet? Kështë të ka thënë? Tani ti e di që unë marrë verë se kam një staf shumë specializuar. Iva? Jo, absolutisht, me Ivën s'ka folfare për që jo. Jo, kam seriozisht, ka shumë njerëz normal janë, pa i paragjykuar,